Të bën përshtypje se si në pjesën e sotme ungjillore Shën Pietri u thot apostujve të tjerë po shkoj të gjuaj peshk, e ata ja presin me fjalë po vijim edhe ne me ty. Të bën përshtypje kjo pjesë sepse pak më sipër thuhet se ata e takuan Jezusin e ngjallur dhe ishin bindur për ngjatjen e tij. Por këtu, me sa duket, ato po i kthehen përsëri zanatës së tyre të vjetër, peshkimit. Po, kjo ishte zanata e vjetër që kishin pasur para se të takonin Krishtin. Në fakt, në fillimet e predikimit të vet, Jezusi kishte bërë mrekullinë e peshkimit, ku në një rast të tillë kishte filluar të mbledhte apostujt e parë, të cilët pastaj kishin praktiksuar gjithçka për shkuar pas Jezusit. Por si ka mundësi që e gjithë jeta e bukur kaluar me Krishtin rreth 3 vite pak a shumë, e ngushëllimi i madh që morën kur e takuan të ngjallur pas trishtimit që kishin përjetuar në vdekjen e tij në kryq, si ka mundësi që duket sikur ka mbetur një ngjarje e cila duhet të qëndrojë atje, një kapitull i bukur historie, por që duhet të mbyllet tashmë, e këto po i kthehen edhe një herë jetës së përditshme. Kjo tregon vështirësinë reale të njerëzit për të besuar tek ngjallja. Madje edhe mund të besojmë tek ngjallja, mund ta dimë se Krishti është i ngjallur, por mbetet atje, nuk e prek jetën time të përditshme. Ky mister kaq i madh. E apostujt bëjnë pikërisht kështu. Por Krishti është mësuar me dobësinë tonë, është mësuar qysh me dishepujt e vet të parë, me apostujt pra e me të gjithë të tjerë, e nuk largohet prej tyre. Me që këto u kthyen si në fillim, edhe Jezusi ja nis si në fillim të bëjë mrekullitë që kishte bërë dikur. E në fakt bën edhe këto një mrekulli peshkimit, kur apostujt kishin gjithë natën që po peshkonin e nuk kishin zënë asgjë e po ktheheshin në breg, shohin Jezusin në breg, i cili u thot, "Citni rrjetën në anën e djathtë të lundrës e do të gjeni." Nuk e kishin njohur se kush ishte, por i bindën. E ndodh që vërtet zën një sasi shumë të madhe peshqish. Këtu Shën Gjoni afrohet Shën Pietrit e i thot, "Është zotëria." E Pietri kur dëgjon se është zotëria, thot u ngjilli menjëherë, u mbështoll me petkun e sipër e u holl në det për të arritur pari tek Jezusi. I vrullshëm siç është në karakter, ky apostull menjëherë dëshiron ta tregojë dashurinë e tij për Jezusin. Edhe pse ishte i pari që kishte treguar ftohjen e tij ndaj misterit të ngjalljes së Jezusit, duke i nxitur, mund të themi kështu, edhe apostujt e tjerë që të kthehen në jetën e tyre të përditshme, të mëparshme. Por na ngushëllon të gjithëve kjo luhatje e Shën Pietrit, sepse luhatje në fe kemi të gjithë. Na ngushton sepse e shohim se Jezusi nuk tërhiqet prej nesh. E Jezusi u bën këtë ftesë kur të gjithë apostujt e tjerë vinë në breg, u thot ejani e hani. Kishte përgatit peshkun të vënë mbi prush, e këtu është kjo skenë sa e ëmbël aq edhe mistershme. E ëmbël sepse Jezusi tregon si një nënë e dashur që dëshiron të ushqejë fëmijët e vet. Jezusi dëshiron ta ushqejë trupin e tyre, por edhe brishtsinë e tyre në fe, e t'i forcoj për t'i bindë në misterin e madh të ngjalljes së tij. E pikërisht këtu është edhe ana e mistershme e kësaj skene, se Jezusi i ngjallur, që në fakt nuk ka më nevojë ta ushqejë me gjërat e kësaj bote trupin e tij të lavdishëm, ulet e ha mëngjesin, thotë ngjilli së bashkut me ta. Por na duhet t'u lëm teologëve e biblisëve të mëdhenj përgjigjen për këto mistere, nëse ka ndonjë përgjigje. Megjithatë mund të themi menjëherë se thelbin e kuptojmë të gjithë. Jezusi dëshiron t'i fuqizojë në fe apostujt e tij, të besojnë se ngjallja e tij ka ndodhur vërtet dhe se duhet të ketë bëjnë me jetën konkrete të njerëzit. Pastaj e gjithë skena duket sikur spostohet tek biseda e Krishtit me Shën Pietrin, ku Shën Pietrit Jezusi 3 herë rresht i thot amdo, e Shën Pietri 3 herë rresht i thot po. Sa bukur, 3 herë Shën Pietri kishte mohuar Jezusin, e këtu Jezusi 3 herë po ja jepte mundësinë që ta shpërblente gabimin e tij. Ndoshta shqetësohemi pak si tepër në jetën tonë për të shprehë dashurinë tonë ndaj Zotit kur e kemi vënë re se me mëkatet tona sikur e mohojmë Zotin. Me sa duket nuk duhet ta kemi fort merak këtë pjesë, sepse vetë Jezusi i ngjallur ka për të na krijuar situata ku ne mund ta shprehim dashurinë tonë për të. Mjafton ndoshta nga ana jon pak merak që të shohim cilat janë këto situata ku na fton Zoti që ta shprehim dashurinë tonë për të e ta shpërblejmë dëmin që kemi shkaktuar me mëkatet tona. Por, sa herë që Pietri i thot Jezusit, po të dua, Jezusi i thot, kulloti delet e mia. Interesant. Jezusi që nuk do t'jetë më fizikisht i dukshëm për këtë botë, dëshiron që të lërë një përfaqësues të tij, brez pas brezi, të dukshëm, që të kujdeset për krejt grigjen në emrin e Krishtit. Por, këtij bariu që merr përsipër një detyrë kaq të lartë dhe delikate, i duhet patjetër që të ketë një dashuri shumë më të madhe se të gjithë të tjerët. Prandaj Jezusi i thot, jo vetëm amdo, por shton edhe më shumë se këta. Duhet të ketë një zemër më të madhe.
Menjëherë mendja na shkon tek papa, që duhet të ketë një dashuri më të madhe, një zemër më të madhe. Patjetër këtu është fjala për papët, për gjithë papët që vinë. Por mund të fusim këtu edhe gjithë ato barin në kishë që duan të bashkangjiten kësaj anë për kujdesje për besimtarët. Duhet të kenë një zemër më të madhe, përndryshe është shumë e vështirë që të jenë barin në emrin të Krishtit. Por ky dialog mes Shën Pjetrit edhe Jezusit bëhet shumë më interesant po ta shohim në greqishten e vjetër, pra tek origjinali grek. Sepse në greqishten e vjetër ekzistojnë 3 fjalë për të thënë atë fjalë që ne e përkthejmë me fjalën dashuri. Është fjala eros, që përshkruan dashurinë instintive që lind mes burrit dhe gruas. Është fjala filia, e cila përshkruan një dashuri shumë të bukur, miqësie mes dy personave, dhe fjala agape, e cila përshkruan dashurinë absolute, për të krijuar një ide, dashurinë që ka prindi për fëmijën, dashurinë më sublime, më pa interes. E është kjo fjalë që është përdorur kur në përkthimin grek të Bestëridhjes së Vjetër donin të përshkruanin dashurinë e hyjit ndaj njerëzve. E Jezusi kur i thot Shën Pjetrit, a më do përdor pikërisht këtë fjalë, agape, a ke një dashuri sublime ndaj meje? Por Shën Pjetri në fakt i kishte përgjigjur, po zotëri, ti e di se të dua, duke përdorur fjalën filia e jo agape. Pra Jezusi i thot, a më do me një dashuri sublime, e Shën Pjetri i thot, po të kam mik. Dy herësht, njëjtat pyetje e njëjtat përgjigje. Por herën e tretë ndryshon terminologjia, sepse Jezusi e kupton se Shën Pjetri nuk është i aftë të lartësohet në nivelin e dashurisë që Jezusi i kërkon, e përullet vetaj, e riformulon pyetjen e tij duke i thënë Jezusi, a më ke mik, mund të themi, duke përdorur fjalën filia. E Shën Pjetri e kupton se i duhet të lartësohet në një shkallë më të lartë dashurie, e këtu i thot po, të dua, duke përdorur pikërisht termin agape. Më thoshte me të drejtë, Shën Ireneu i Peshgëv që jetoi në shekullin e dytë, hyi ka folur me gjuhën njerëzore në mënyrë që njeriu të arrinte të fliste gjuhën hyjnore. Kjo përulje e Jezusit e bën Shën Pjetrin të lartësohet. Të lartësohet e t'i kushtoi Jezusi dashurinë e tij më sublime, edhe përmballë përndjekjeve. Përndjekje që, siç pam në leximin e parë, nuk i munguan. Kryeprifti në fakt i kishte thënë Shën Pjetrit dhe apostujve të tjerë, po a nuk ju kemi urdhëruar zyrtarisht që të mos mësoni më në atë emër, pra në emrin e Jezusit? E përgjigjja atyre kishte qenë duhet më tepër të dëgjohet hyi sesa njerëzit. I përngjan përndjekjeve të gjithmonshme që kisha ka ndër shekuj kur predikon një dashuri sublime, siç është dashuria e hyjit ndaj nesh, dhe kërkon mes nesh edhe një dashuri sublime që prek sakrificën për njëri tjetrin. Kur kisha i ri besnik e këtij misioni është shpesh e përqeshur dhe e përndjekur nga bota, sikur dëshiron zyrtarisht t'ia ndalojë që të predikojë një dashuri të tillë. Por kisha nuk përkulet asnjëherë dhe vazhdon të pohojë bashkë me apostujt, duhet më tepër të dëgjohet hyi sesa njerëzit. Kisha bashkë me Shën Pjetrin dhe apostujt e tjerë përballë provave të ndryshme i thonë gjithmonë Jezusit, Zotri, ti di gjithçka, ti e di se të dua. E breznive që vijnë u mëson këto fjalë. Duhet më tepër të dëgjohet hyi sesa njerëzit, sepse hyi na mëson dashurinë vërtet më sublime.